15 kushtetutës dhe nene 62 të ligjit mbi veçqeverisje mendore. Unë e kam thënë disa herë të tjera, ka dy element të cilat shteti qëndron në fuqi. Është procedura dhe prezumimi pafajësisë. Në këto dy raste, të dyja elementet gjykata kushtetuese me shumë të drejtë i pati në konsiderat. Dhe po e them, prokuroria e posaçme ka krijuar një risi, ka krijuar, si thuash, një realitet të ri politik, duke patur të pandehur dhe në pikpamje populeske, gjithë populli mendon në opinionin publik që një i korruptuar nuk mund të rinë në detyrë. Një i korruptuar shkarkohet nga detyra me procedurë sipas ligjeve të përcaktuara. Në rast se prokuroria e posaçme ka sjell një element të ri ku nga që tu korrupsioni gëlon në çdo cep të Republikës së Shqipërisë, nga zyrtarët më të lartë, zyrtarët më të ulët, dhe prokuroria e posaçme kudo të marrë hetime, kudo arreston persona, atëherë do duhet të shikohen dhe për këtë unë mendoj që jurisprudenca e gjykatës kushtetuese është shumë e rëndësishme sot e tutje për të kuptuar që atë nenin 62C në rast se e bën për 3 muaj nuk rinë në detyrë, më mirë bëje kur merret i pandehur, sepse ke disa kryetar bashkisht që po ndodh një situatë e tillë, dhe të zgjidhësh ngërçin e madh. Dhe ky ngërç shkon te ngërçi i zëvendës kryeministres së Republikës së Shqipërisë. Shkojmë atje tani se për atë sepse ne duket sikur në tërë korpusin legjislativ nuk i bëjmë dot gjë një personi që merret i pandehur nga prokuroria e posaçme. Dhe duket sikur deri më sot gjë politika shqiptare ka pritur se çdo bëj prokuroria e posaçme, po caktoj një mas sigurimi pezullim nga detyra, rrofshi, thot kryeministri i Republikës Shqipërisë, ma hoqe, bën një rubrik sy dhe thot s'kam që bëj unë prokurorëve se kanë shkelur të drejtat dhe mua ma pezulluan një vartëstimin. Jo, nuk është kështu. Ne jemi juristë dhe e dim që ka një ligj për funksionimin e Këshillit Ministrave në Republikën e Shqipërisë, është ligji numër 9000 i vitit 2003, ku e ngarkon drejt për drejti kryeministrin e Republikës Shqipërisë që për zëvendës kryeministrin, për ministrat, për zëvendës ministrin, për drejtorët e drejtorive, të ndërmarr hapa administrativ, procedurial, të cilat të konstatojnë shkelet që ka bërë nga zëvendës kryeministri e tërë personat më poshtë. Dhe nuk mund të jesh duar jashtë të thuash, me që prokuroria nuk ka caktuar një mas sigurimi ndaj teje që je marr i pandehur, këtu bie dakord me ju se procedura kështu e parashikon. I pandehuri është një hap larg të dënuarit, nuk është më nën hetim. Atëherë ti zbato ligjin numër 9000, për zbaton nenin 2 të ligjit numër 9000, filloi një proces disiplinor brenda Këshillit të Ministrave, shiko çfarë shkeljesh ka bërë dhe mund të marrësh masat e tua për shkarkim apo për pezullim. Kjo është pjesa ligjore e dukshme totalisht. Pjesa e precedentit që themi. Në Republikën e Shqipërisë është krijuar këto vitet e fundit një precedent shumë interesant dhe shumë, po themi, pozitiv për hapin e problemit kur dikush merret i pandehur. Çfarë ka ndodhur? Gjyqtarët dhe prokurorët e Republikës së Shqipërisë, të gjitha niveleve, në rast se merren të pandehur nga një prokurori tjetër, automatikisht pezullohen. Atëherë, politika sa rri këmben ping-pongun me njëra tjetrën, pse mund se bën këtë gjë dhe për të tërë administratën e vet, kur shohim që të paktën 3 vitet e fundit me funksionimin real të prokurorisë posaçme, po konstatojmë zyrtar nga më të lartët të përfshirë në korrupsion dhe që merren automatikisht pandehur. Politika të ndryshoj ligjin. Çfarë do të thotë politika? Politika do të thotë partitë politike, Këshilli i Ministrave, të gjithë të që ligjet. Nuk i ndryshojnë. Po bëj, Partia mundësia nuk i ndryshojnë. Të gjithë Po thot majoranca se ndryshe. Po thot qeveria politika majoranca. Kjo është e rëndësishme. Është i rëndësishëm, ky është i rëndësishëm. Pse është e rëndësishme? Sepse majoranca nuk mund të marri masa kundër vetes vet. Ky është thelbi. Ju po thoni jo fajin e ka majoranca. Ne për të po flasim. Është, urdhë? Jetojmë në Shqipëri, prandaj. Do të flasim të merremi vesh, se politika thon futet edhe mua, s'dua unë që të shkarkoj rebelion. Në rast se politika, grupi parlamentar i Partisë Demokratike bën një iniciativë ligjore dhe thot të gjithë drejtorët e drejtorive, ministrat, zëvendës ministrat që merren të pandehur nga një prokurori në Republikën e Shqipërisë, automatikisht të pezullohen nga detyra dhe majoranca. Nuk e miraton, unë jam dakord me fjalën tuaj. Por tash unë flas me ligjet që kam në fuqi. Unë po kërkoj të kuptoj pse në Republikën e Shqipërisë ligji numër 9000 nuk zbatohet kur kryetari i Këshillit Ministrave sipas i ligjit është i ngarkuar për të kontrolluar dhe procesin dhe ecurinë disiplinore të varësve të tij. Dhe të gjithë këto element nuk mund t'ia ngarkojmë prokurorisë posaçme. Ne nuk presim që prokuroria e posaçme që tra mikrofonit, ja pak fjalën e nuk e dia, do ta shohim. Çfarë fati, kur në momentin që do flisë për Këshillin e Ministrave. Ernë Murati,
se ti je nga ata, por që po nuk ka dhënë fjalën, nuk e merr, dhe je shumë i disiplinuar në tavolinë.